Në xhaminë e Kadrit në Gostivar u realizua solemnitet fetar me rastin e përfundimit të hatmeve të Kuranit famlar nga 19 nxënësit e mektebit që ndjekin mësim besimin fetar në këtë xhami tek mualimi Daud Alili. Falënderimi takon Allahu Dhul Xhelal, krijuesit të gjithësisë, që sot na mundsoi që të takohemi për meritat që i meritojnë këta nxënës, për të arriturat e tyre, të cilët për 17 muaj me radhë, parafërsisht, sepse janë një numër prej 19 nxënësish, të cilët kanë ndjekur mësimin e besimit, mësimin e shkronjave për të hyrë në Kur'an, kanë rrjedh, domethënë, situata të ndryshme, ne kemi punë me fëmijë, por mbi gjitha janë një gjenerat e cila për mua është një sukses i madh, që është gjenerata e 4 që del nga xhamia e Kadrit në mundin dhe në përkushtimin tim dhe të nxënësve, të cilët kanë ndjekur mësimin, kanë kryer hatmen, kanë mësuar njohuritë elementare të tyre në këtë xhami. Të gjithë ata të cilët kanë interesim për të sjellur nxënësit e tyre që të mësojnë shkronjat e Kuranit, të lexojnë Kuran, të mësojnë sure dhe dua të ndryshme, të mësojnë njohuri të ndryshme elementare të islamit, të cilat janë bazë dhe ne duhet të jemi të gjithë me ato njohuri të pajisur, le t'i sjellin fëmijët e tyre, sa më shumë nxënës këtë xhami e bëjnë ende më të bukur. Në këtë manifestim përpos xhamatit, familjarëve dhe mysafirëve të shumt, pjesëmarrës ishte një delegacion nga Muftinia e Gostivarit në krye me Muftiun Sabaudin Zendeli, i shoqëruar nga referentët e muftinisë, hoxhallar të rrethit të Gostivarit. Në fillim, me fjalë mirëseardhje u paraqit profesor doktor Abdul Xhamil Nesimi, ligjerues në xhami, njëherë dekani i Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. S'do me se më i miri sot nga ne ashtu si shtat pejgamberi alayhis salam, janë ata të cilët demonstruan fjalën e Allahut fuqiplot dhe ai i cili u mësoi. Por xhamia jon e Kadrit sot ka kënaqësi dhe privilegj që të bashkangjitet hallkave të shumta të kryerjes së hatmes së Kur'anit famlar. Andaj, to fëmijët tonë janë me që prezentuan dritën e të madhit Zot. Nga ana tjetër, ju familjarë e në veçanti, nëna dhe ju prind, të cilët keni sakrifikuar me mundin e juaj, duke i përcjellur, duke u kujdesur, duke i prunë të tu tek mualimi, duke i marrë në shtëpi, duke bërë përsëritje, jo vetëm që i edukuat dhe i pastruat fëmijët e juaj, i prunë deri të tu në xhami, por nga ana tjetër, juve në shpirtrat e tjerë, emanetin që ua ka dhënë Zoti, dhuratën më të madhe që Zoti e ka bashkëpunit tek kësaj bote, fëmijët e juaj i keni drejtuar në rrugën e Allahut Dhul Xhelal. Andaj, paraqet kënaqësi që këto fëmijë tonë dhe tua sot përfunduan hatmen e Kur'anit nga fillimi deri në fund. Por thjesht, to nuk vetëm e lexuan dhe ndëgjuan nga mualimi i tyre, por çdo ajet, çdo fjalë, çdo vokal ka reflektuar tek ta dhe këto fëmijë tonë, Allahu fuqiplot, Kur'ani të jetë mbrojtje e tyre dhe të jetë përgatitje për sfidat e jetës që do t'u afrojnë. Në fjalën e tij të rastit, Muftiu Sabaudin Zendeli, pas falënderimeve për mualimin, vajezin, këshillin e xhamisë, prindërin dhe nxënësit e mektebit, theksoi rëndësinë e mësim besimit islam për mektebe. Ai potencoi peshën dhe vlerën që ka mësim besimi islam si bazë fuqishme në edukimin e gjeneratave të reja, njëherë i shpreh urime të përzemërta për këtë program përmbajtësor. Xhamia e Kadrit kurzon edhe me këtë, përveç gjeneratave të cilat kanë ndikimin shumë të madh të dekanit tonë të nderuar, që këtë xhami e arrisim shanë. Kjo xhami e cila na dallon qoftë në territorin e Gostivarit, por edhe në tërë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut, me formën dhe bukurinës, me xhamatin, me organizimin që ka, dhe sot na gëzon kjo e cila është shtylla kryesore e organizimit tjetër shtetare për një xhami. Që të vijojë dhe të vazhdojë procesi i mësim besimit, ashtu siç e filloi para disa vitesh Daud dhe Filliu, dhe sot me krenarin dhe me kënaqësi të jetë hapja e 4, e 5 apo e 6 brenda këtyre viteve, qoftë nga fëmijët, nga nxënësit që ndjekin, por qoftë edhe nga mosha madhe
pjesa e këtij xhamatit të ndjejnë të gjitha këto suksese dhe inshallah imam i Zot për gjithë këtë kontribut ka u defendiu tash shpërblet. Duan e hatmeve bëri profesor Sherif Deari, hutben e gjumas e mbajti Hafiz Jusuf Gjeladini, kurse në namaz të gjumas priu Eliesa Hasani. Në fund të programit, në udhëheqjen e referentit Mazim Zendeli, u bë dhe ndarje diplomave dhe mirënjohjeve nga ana e referentëve, me të cilët u dekoruan nxënësit, muderizi, mualimët, imamët dhe këshilli i xhamisë. Po ashtu, nga këshilli i xhamisë, respektivisht nga vetë kryetari Irfan Jashari, u ndan dhurata speciale për muftiun, dekanin dhe imamët e xhamisë.